vite që vuani nga ankthi, Po. 1 vit e gjysmë mbas humbjes së nënës, dhe ankthi me sa po kuptoj këtu është përkeqësuar. Atëherë, episodi i parë ka qenë një atak paniku. Mbase unë kam patur edhe më përpara shenja, por nuk e dija se ç'a ishte ankthi dhe nuk e perceptoja, domethënë. Në episodin e parë ku ishe? Ç'a po ndodhte në atë moment kur Kam të ndodhi qenë ataku? në shtëpi. Kam qenë në shtëpi me fëmijët, edhe unë ngrita në këmbë për të marrë diçka, nuk e di se ç'a do bëja, edhe siç isha aty në derë, domethënë më vjen një lodhje, një kputje fare. Fillova të kisha rrahje zemre shumë të shteta, më kapi si marrje fryme, një frikë. Dhe marr bashortin tim telefon edhe i them kështu, nuk ndihem mirë. Aty ikim në spital, bëj një vizitë, edhe infermiera që ishte aty më tha, domethënë pasi më bën gjitha ekzaminimet, më tha që është atak paniku, po unë ishe hera e parë që kisha dëgjuar, më thënë drejtën, nuk kisha informacion fare. Unë vazhdoja prapë, domethënë kisha atë frikën, dhe mendoja se isha e smur, se kisha diçka nga që mami im vuante nga një sëmundje nervore në kokë që u mbi jetën, edhe mua më ngjasoan gjithë simptomat e mia me të mamit. Kam bërë shumë vizita nga më të ndryshme dhe çdo gjë më dilte okay, të tiroideve, të zemrës. Pastaj bëj një vizitë tek neurologu. Pasi bëj vizitën te neurologu më thotë se çdo gjë është okay dhe është ankth. Dhe më sugjeroi një psikologe. Unë më thënë të drejtë kam ndryshuar 3 psikolog, nuk kam pasur rezultate të mira me asnjërin prej tyre. Dhe kjo vazhdonte, domethënë, kjo që bësha pak më mirë një kohë, por prap vazhdonte. Sa shpesh përsëritej ankthi? Gjatë gjithë këtyre viteve, unë nuk mund të numëroj një ditë që unë të kem qenë okay, domethënë që të kem qenë pa simptoma, që të kem qenë mirë.